Rikthehemi në program, presim rezultatet e takimit sa i përket planit paqes që po dorëzohet nga Shtetet e Bashkuara në tryezën e Moskës me Witkoff, i cili është takuar me Vladimir Putin. Prej më shumë se 3 orësh nuk ka tashmë asnjë sinjal të përfundimit të takimit, ku duket se negociatat janë intensive. Nuk dihet çfarë përfshin plani me 20 pika i ripërpunuar nga bisedimet e Gjenevës, por edhe ato të Floridës. Megjithatë, një ndër pikat më të rëndësishme mbetet garancitë e sigurisë. Emmanuel Macron telefonoi ditën e djeshme presidentin amerikan Donald Trump, duke thënë se kjo është çështja më kritike e cila duhet t'i ofrohet Kievit për të garantuar se Moska nuk do të rikthehet kësaj lufte e nuk do të hapë sërish konflikte plagë të vjetra në Europën lindore. Por përfshirja e këtyre garancive të sigurisë ka qenë shpeshherë objekti i kritikave të Moskës dhe i paralajmërimeve për treguar vijat e kuqe. Kremlini thotë se nuk mund të pranojë trupa europian, trupat NATO-s, apo qoftë edhe trupa francez, me që është Parisi i cili është ofruar i pari për të dërguar këto trupa në pranitë kufive të tyre. Nga ana tjetër, mirëmbajtja e këtyre garancive të sigurisë nëpërmjet fondeve dhe një ushtrie me 900.000 ushtarë që ka Ukraina aktualisht nuk është po ashtu një opsion, pasi Moska kërkon reduktimin e këtyre forcave. Zoti Kamberi, si mund të mbahen këto garanci sigurie? Si mund t'i ofrohen këto garanci sigurie Ukrainës në një element kaq të pakuptueshëm, duke përfshirë faktin se Moska nuk pranon trupa ndërkombëtar dhe duhet thënë, shumica e vendeve as nuk janë gati të shkojnë drejt trupave ndërkombëtar, por edhe me faktin se kush do t'i financojë këto trupa të cilët duhen të ruajnë një kufi që është 1200 kilometra i gjatë? Këmbgulja e Ukrainës për të kërkuar garanci sigurie është më shumë një mësim nga historia. Duhet kemi parasysh që marrëveshja e Budapestit të 3 dhjetorit të vitit 94, që bëri të mundur antarësimin e Ukrainës në Organizatën e Sigurisë dhe Bashkëpunimit Evropian bashkë me Kazakistanin dhe Bielorusisë, të kuptonte dorëzimin e një pjese të arsenalit bërthamor dhe ruajtjen vetëm e atyre aspekteve, pra atij materiali që përdoret për termocentralet bërthamore. Çarmatimi i Ukrainës në atë marrëveshje, e cila nga një pjesë analiste konsiderohet si shkaku që Ukraina në momente të caktuara u gjende pafuqishme përballë Rusisë, lidhesh me një frazë e cila bëri shumë debat dhe ngjalli shumë zhurmë midis qeverisë atëhershme të presidentit Clinton dhe qeverisë ruse të presidentit Jelcin. Fraza garanci e sigurisë apo siguri e garantuar, për cilën këmbgulte pala Ukraina, se bëri që vetë presidenti Clinton në atë periudhë të lëvizte disa herë midis Rusisë dhe Ukrainës në mënyrë që të garantonte nëpërmjet marrëveshjes së tij dhe pranisë së tij verbale që nuk kishte asgjë për të shqetësuar. Mirpo siç e treguan pastaj historia dhe ngjarjet e fundit, edhe ajo marrëveshje që u garantua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania, Franca, Rusia dhe Organizata për Sigurinë dhe Bashkëpunimit Evropian tregoi që sulmi i 24 shkurtit 2022 e rrëzoi si tush të gjithë ngrehinën mbi cilën ishte ngritur kjo marrëveshje. Ndërsa përsa i përket asaj që u përmendet pak më parë se si mund të garantohet ose si mund të ofrohet garancia e sigurisë për një shtet aq të madh si që është Ukraina, në kufi me një shtet të fuqishëm ushtarakisht dhe fuqi bërthamore, siç është Rusia, kjo nuk është më besoj çështje e hipotezash apo dëshirash. Kjo ose do të vendoset në këto bisedime kaq gjata dhe një marrëveshje të qëndrueshme që do të garantohet nga të gjitha palët, sepse në qoftë se do t'i rikthehemi dëshirës së një anshme, qoftë Francës, të Anglisë, Gjermanisë apo kujdo tjetër për të garantuar kufijtë e Ukrainës, në qoftë se do t'i rikthehemi këtu një histori nga lufta mbas luftës së parë botërore, ku kufijtë e Polonisë u garantuan nga Britania dhe Franca, dhe sulmi i Gjermanisë ndaj Polonisë shkaktoi futjen në luftë të këtyre dy fuqive dhe më pas edhe një konflikt të dytë botëror. Nuk do të jetë kaq e thjeshtë nëse kemi parasysh ajo çfarë ka ndodhur nga 24 shkurti 2022 dhe deri në momentin që ne po flasim. Gjithsesi, unë besoj që në bisedimet që do të përfundojnë dhe nëse do të ketë një deklaratë apo një draft marrëveshje nga këto që do t'i paraqitet palëve, se duhet të theksojmë edhe këtë element tjetër. Takimi që po zhvillohet sot në Moskë, natyrisht çdo draft marrëveshje që do dalë do të ketë nevojë për miratimin e palës ukrainase dhe Bashkimit Evropian. Se ne patëm një plan dhe asnjëra nga palët nuk e pranoi nga 28 shkuar 24, nga 24 shkuar 20. Ne nuk e dim se çfarë do të prodhoi kjo negociat kaq i gjatë mes dy fuqive, përfaqësuesve të dy fuqive kryesore, por garancia që do të jepet Ukrainës, unë besoj që do të varet nga një shtet i vetëm. Ukraina do të marrë një garanci që do të burojë nga kjo marrëveshje.
Në të kundërt, nëse nuk do ketë marrëveshje, gjithmonë do të jetë rreziku i tensionit në rajon dhe veçanërisht i konfliktit të drejt për drejt midis dy palëve. Profesor, Europa është përgatitur për të qenë pjesë e garancive të sigurisë. Ka rreth 5-6 muaj. A i ka kostot? A i ka kapacitetet? Absolutisht, i përballon Europa kapacitetet, do t'i përballojë sepse janë garanci për sigurinë e vetë Evropës. Kështu që është ai koalicioni i vullnet mirëve, koalicioni i vullnetit të mirë që është krijuar, që duke se u harrua këtë ditë, por është përmendur përsëri për të qenë pjesë për të lidhej me garancitë. Dipse më bën kritik ky fakt, sepse në fakt pati një krisje të Keir Starmer, i cili tha, unë nuk mund të paguaj kaq shumë sa ju më kërkoni, kur ishte fjala për murin e dronëve. Dhe ka një krisje mes këtyre aleatëve europian dhe perëndimor që ka ndodhur her pas here. Kemi pasur mungesë unanimiteti sa i përket vjetra çështjeve dhe çfarë do ta bënte këtë një rast të veçantë? Le të ketë mosmarrëveshje, do ketë gjithmonë, nuk është problem. Europa ka të paktën bile anglezët janë ishte kryeministri anglez, ai në kohën kur filloi konflikti, ai që ruset e akuzojnë që mund të ishte arritur marrëveshja që në atë kohë, në prill, mund të ishte arritur marrëveshja që u diskutuar, por ishte kryeministri anglez, thuhet që i tha atyre se ju mund ta fitoni luftën. Dhe ka akuza direkt për Anglinë në këtë. Kështu që Anglia është direkt e interesuar sepse Anglia duket është një perëndori vetë në rënje dhe e ka rritë autoritetin deri tashmë edhe në Europën Lindore dhe një Putin, një Rusi e forcuar në Europën Lindore i bie në farë mënyrë në një ulje të nivelit edhe të Britanisë. Kur thatë për garancitë e sigurisë, unë them që këto garanci Europa është gati t'i ofrojë. Këto se kush do t'i paguaj? Do t'i paguaj Europa, do t'i paguaj organizata kombësh. Mos pranoj Italia, do pranoj Italia mund të mbulojë diçka tjetër. Pra aty shtetet që kanë më shumë interes do të marrin përsipër pjesën më të rrezikshme. Shtetet që kanë më pak interes, Italia mund të mbulojë diçka tjetër aty në një komponent tjetër, domethënë. Po unë kam lexuar diku në mes rreshave që po diskutohet edhe një variant garancie sigurie të modelit të Izraelit. Domethënë që ka një marrëveshje sigurie midis mbrojtje dhe sigurie midis Shtetit Bashkuar dhe Izraelit. Dhe nëse cënohet Izraeli, Shtetet Bashkuara ndërhyjnë. Siç ka ndodhur gjithmonë gjatë gjithë historisë. Edhe nenin 5 me Katarin, që ja ofroi dhe Katarit. Këtë është diskutuar ky variant, po kjo prapë le jashtë Evropën. Kështu që Europa do të gjejë mënyrën për të përfshirë në garancitë e sigurisë. Pastaj, nëse arrihet ngrirja e konfliktit, pra një paqe, kjo do të jetë një arritje shumë e madhe nëse arrihet kjo, dhe një paqe e ngrirë në vijat e frontit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, do gjendet mekanizmi pastaj për të monitoruar me mjete teknike apo me trupa tjerë për të pas forca monitorimi në vijën kufitare. Por këto mund të jenë të armatosuar lehtë e tjera, ka modele të ndryshme në botë sot, ndërkohë që pastaj forcat e tjera të sigurisë mund të jenë në një territor, në një lartësi rreth 100 kilometra nga vija frontit. Janë diskutuar shumë variante, janë diskutuar shumë. Kryesorja është të bindet Putin. Unë nuk mendoj se Putin do të bindet, ai do nxjerrë pretendime të tjera, ai do kërkojë njohjen de jure, pra që Ukraina të pranoj që i ka humbur edhe këto ti shprehi edhe në dokumentacion kushtetues, pra që i ka humbur territor edhe që e ka marrë ato katër Po, por lëshimi territorëve kërkon referendum. Zgjidhet ti thotë, nëse është pjesë e marrëveshjes, zgjidh ti pastaj se si mënyrë se do bësh referendum, çfarë do të nëse populli i Ukrainës nuk pranon? Po, nëse populli nuk do të pranojë, nuk po e diskutojmë, ne po japim hipoteza se çfarë mund ndodh. Pra, kryesorja është të ketë një ngrirje të konfliktit, pra mos vriten as ushtarë Ukrainës, as ushtarë rusë. Ata rusët paguhen mirë në fakt që vriten, po din ata sapët e tyre, por këtu bëhet fjalë për ukrainasit. Edhe Ukraina është në një krizë fuqie punëtore për në front. Është një krizë sepse as nuk po plotson dot planin e rekrutimit, por edhe ndihmat që janë dhënë me pikatore, nuk është se ndihmat edhe fondet nga Europa kanë qenë kështu ose janë dhënë armatimet kryesore, të cilat ka pasur nevojë ndoshta me pak vonesë në shkollat e caktuara. Ka qenë pak viti vështirë, por fakti që goditen me 500-600 dron kur vinë njëkohësisht dhe rrëzohen
rreth 200 do thotë që duhet pavarësisht probabilitetit ka nevojë për mjete kundërajrore dhe këtë kërkoi edhe presidenti Zelenski jo më larg se sa dje par dje. Pra kërkojnë përsëri të blejnë nga këto që unë dua të bëj një pyetje të fundit se jemi në minutat e fundit dhe dua shumë shkurtimisht të kuptojmë diçka. Kemi një Donald Trump i cili duket sikur në vend të progresit ka bërë regres nga mbajtja e anës për Vladimir Putin, duke thënë sa i kishte kartat në dorë, doli dhe tha më pas se Ukraina mund ta fitojë këtë luftë. E jemi aktualisht në situatën ku thotë se unë dua ta zgjidh këtë konflikt, por është Europa që më shkakton probleme. A do të jetë kjo përpjekja e fundit e Washingtonit për të dhënë fund luftës në Europën lindore? Nuk besoj se është përpjekja e fundit. Kjo është pjesë e një zinxhiri përpjekjesh dhe Shtetet Bashkuara nuk mund të heqin dorë dot. Pavarësisht se Rubio pas ka thënë këtë që nuk është lufta jonë, po Amerika është përfshirë. Merita e Trumpit në këtë rast është se po përpiqet ta nxjerrë Amerikën si mbi palët, gjë që Bideni ishte palë me Ukrainën. Kurse ky po përpiqet ta nxjerrë mbi palët në mënyrë që të arrijë të ketë sukses në negocimin, por nuk mendoj që mund të tërhiqet. Janë këto, është stili të negociuarit, presioni që i bë palëve, presioni që i bë Europës, të gjitha këto Trumpi është mjeshtë për këto, se i llogarit si negociata biznesi. Mirë, dua të ndërpres dhe dua të jap në përmbyllje të War Report një lajm të minutës së fundit. NBC News, Shtetet e Bashkuara të Amerikës raporton se Vladimir Putin nuk do të pranoj planin e vëzhguar ditën e sotme për shkak të 3 pikave kryesore, të cilat u kërkuan të ndërmjetësoheshin nga Europa dhe të kishte ndryshime rrënjësore sa i përket tyre. Putin nuk do të pranoj planin e Trump për shkak të këtyre 3 pikave, ku Rusia kërkon Donbasin e plot dhe dorëzimin e tij në tavolinë dhe jo një ngrirje në vijat aktuale të frontit, për djuar më pas me kufizimin e numrave të forcave të armatosura të Ukrainës. Rusia kërkoi në planin e hartuar nga Shtetet e Bashkuara që ata të shkojnë në 600.000, Europa kërkon një reduktim vetëm me 100.000 prej tyre, duke i lënë ata në 800.000 dhe njohjen e territoreve të pushtuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europa. Duket se kjo njohje nuk i është dhënë në mënyrë de facto apo qoftë edhe de jure Vladimir Putin, duke bërë kështu që Moska, sipas NBC News, duhet thënë, janë përditësimet të cilat vinë minutën e fundit nga mediat ndryshme amerikane, kanë bërë që Vladimir Putin të mos pranojë këtë plan paqe. Janë përditësimet më të fundit këto të një plani me 28 pika që duhet thënë se u ndryshua fal kërkesave pikërisht të bërë nga europianët. Janë të gjitha këto detajet e fundit me të cilat kemi ardhur në fund të War Report edhe për mbrëmjen e sotme. Zoti Shala, të falenderoj për pranimin në program. Ne e parashikuam këtu që mund të mos e pranohet, kështu që jemi ndërhyrja Europa për të treguar vjet e saj të kuqe ishte parashikueshme. Zoti Gamberi, ishte kënaqësi t'ju kisha mbrëmjen e sotme në War Report. Kemi mbritur në fund programet edhe për mbrëmjen e sotme. abcnews.al është adresa ku mund të informoheni në kohë reale për gjitha zhvillimet e fundit, ndërkohë mund të na ndiqni edhe në radio ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj, natën e mirë.